Mirë, e premtja ime, fundjava pas 3 ditëve emision, që është impenjim mendor më shumë se sa lodhje e mirëfillt, unë kam disa kohë që me zor për vi fundjava, mos të kemi trajnime dhe besa mos të më fusi prapë në regjim pune. Dhe të vite ka delsa. E them me rehati të plot vitet e kadelses, sepse nuk kam asnjë kompleks, e them shumë shpesh, të them gjërat që duhet t'i përcjell tek njerëzit që kuptojnë cilësinë e jetës. Ju gjatë kësaj video do shikoni se sa herë kam ndryshuar unë flokun, dhe çfarë batërdie po i bëj me flokun. E bëj ose nuk jam koshjente që po i bëj dëm, përgjatë 15, 16, 17 viteve jetë publike. E bëj sepse atë funksion psikologjik ka për mua floku. Do me thënë, kur ka nevojë për ndryshim, godas flokët. I godas në ngjyrë, i godas në prerje, i godas në kreje, nuk qëndrojnë në të njëjtën. Kam një mike në media që e kam gjanë, edhe një ditë i thash, si nuk rash rehat me ato flokë. Dhe më tha, ti kshu e, do me thënë, nuk mund t'i është skem. Edhe kjo më qetësoi, por përsëri më shqetësoi që gjatë gjithë kohës që kam vijuar të bëj jetën time profesionale dhe publike tashmë, nuk kam ditur të ndaloj në dëmtimin e flokut. Është hera e parë në këto 15-16 vite që unë po bindem psikologjikisht që tani duhet jem serioze, ndoshta edhe për shkak të kohës, ndoshta edhe për shkak të etapës jetës, që nuk mund të jem në një keqpërdorje të flokëve të mi.